Biblioteka Publike Thimi Mitko në bashkëpunim me Shoqatën Kulturore Korça organizuan aktivitetin letraro-artistik Literart në kuadër të nismës Diaspora në atë dhe, kur fjala kthehet në art. Ky aktivitet kishte për qëllim promovimin e krijimtarisë artistike të shqiptarëve të diasporës, forcimin e lidhjeve të tyre me vendlindjen dhe pasurimin e jetës kulturore në qytet. Është një aktivitet i veçantë sepse nuk është thjesht një event, por është një ngjarje e cila në mënyrë simbolike na sjell tek rrenjët. Ne kemi sjellë zërin, shpirtin, krijimet artistike të shqiptarëve që jetojnë larg ka dheut, por që Shqipërinë e mbajnë gjithmonë në zemër dhe në art. Nga ana tjetër, kryetaria e Shoqatës Kulturore Korça theksoi se iniciativa është pjesë e një vizioni më të gjerë për të ruajtur identitetin kulturor përmes artit. Ne duhet të krijojmë ose të vazhdojmë ta mbajmë të gjallë atë lidhjen tonë me rrenjët, siç është vendi ynë i lindjes. Dhe e dyta, pse jo vendi ynë i lindjes të ketë idenë se çfarë bëjmë ne atje në diasporë, që nuk jemi thjesht punonjës të thjesht, por ne jemi dhe krijues dhe vazhdojmë të mbartëm dhe krijuam dhe formuam një kohë tjetër në emigracion. Aktiviteti përfshiu lexime poezish, prezantime librash dhe performanca muzikore nga autorë dhe artistë shqiptar të diasporës, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe emocionuese për të gjithë të pranishmit.